është me hithët të Allahu nga dera e adhurimit të pastër. Apo? Ketë ato dyrë që ka Allah, dera e pendimit, apo? Mu mundu këtë derë me trokit, bile spaku t'i herë në ditë, natën dhe ditën. Dera agjerimit, mu mundu këtë ditë, bile spaku të hanetejnë. Dera këton e atin shka fali njerëzit. Dera e namazit, dera e sadakas. Dera, ka 100 dirë veprave të mira. Qka? Mu mundu e sa ma shumë me zonë dyra këton, pra këton në mënyrë që të më kaplon mua mëshira e Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe të ndinë thot vetën të dobët dhe i nevojshëm pranë Allahu xhelle fi ula. A kupton dhe të kthehet Allah azza wa jall në dua vazhdimisht. Sikur që ka në hadith, Allahumma elhimni rushdi. O Zot thot me inspiro thot uzimin tënd. Me inspiro gjitha veprat që shkojnë drejt uzimit tënd. Dhe ruajem nga sherri i nefsit tim. A kupton? Për shkak se armiku kryesor para shejtanit bile on nefsi jot.